katastrofë apo fatkeqësi me ngjyrimin natyror, por në fakt... E tha qeveria sot pas dite, 7 njerëzit më të rëndësishëm të saj, drejtori i ARSH-s, edhe drejtues të tjerë të infrastrukturës. Por në këtë rast do të duhet edhe shpallja e gjendjes si jashtëzakonshme ose të fatkeqësisë, nëse është e tillë, por në pikpamje të infrastrukturës, kryesisht edhe akset kombëtare, ato kanë një periudhë të konceptuar, jetëgjatësi, që në çastin që projektohen, po themi mesatarisht 70 vjet, dhe kjo me referencë kushtin teknik të 78-s, që do të thotë kur fillojnë dhe konceptohen dhe projektohen, hamendësohen që do të përballojnë të gjitha veprimet natyrore për një periudhë, le të themi 70 vjeçare. Po ndërkohë shumica e rrugëve që janë shkatruar, Qukuq, Qaflloç, ajo rruga për Formula 1 që rast sot në Elbasan, edhe rrugë të tjera, tuneli i Murizit, ke rruga e Arbrit, janë ndërtime të reja, të sapo përfunduara, madje ndoshta ende të pa kolauduara mirë. Është e vështirë që të thuash një shkak në pikpamje teknike këtë, po duhet të them që po themi duke i parë në televizor apo po pa kryer një analizë të mirëfillt në atë çka kush mund të jenë shkaqet. Nëse ju e vendosin në panoramë të përgjithshme mund të nxjerrni një faktor të një natyre mbase jo teknike, por në pikpamje të një vepre të caktuar, në një zonë të caktuar, do duhet të bëhet një analizë më e plot teknike për të nxjerrë faktorin drejt për drejt që ka shkaktuar, sepse kush jep një arsye të ngutur dhe në mënyrë të drejt për drejt është i prirur të gabojë, sepse nuk është kaq e lehtë shkaku inxhinierik për të zbuluar. Në këtë pikpamje është dhe e vështirë për të thënë menjëherë këto 2 ditë.